Përshëndetje dhe mirë se erdhët në studion ton me anë të kësaj lidhje të drejtë për drejtë. Ju lutem na shpjegoni cili është problemi juaj. Atëherë, unë jam qytetar nga Durrësi me banim përkohshëm në Itali për 25 vitesh. Po? Dhe në vitin 2017 kam patur një problem me një pronë Bregdetin e Currinëve 150 metra truall me certifikat pronësie të rregullt, të cilën qysh nga viti 2002-2003 unë e jepja me qera sezonale 2 mujore për arsye sepse në pamundësi për ta punuar unë, se nuk isha këtu. Dhe në vitin pasi e jepja vit për vit 2 mujorshe me kontratë dore, sepse vetëm qershori thuj se s'kishte shumë punë, korrikull e kushti, e jepja me kontratë dore, kundrejt një shume simbolike. Në vitin 2017 vjen një çun qytetar tursi me familjarët e vet, me nënën, me këto, edhe hiqe si çuni urt, kështu thotë, du unë këto 2 muja ne ikni. Po si më marrë thash 2 muj, se kjo ka 10 vjet që marrin me qera sezonale. E merr me qera këtë 2 muj dhe fillon punë nga maj, në maj e ipsha unë deri në shtator, se s'kishte punë më shumë, aq ishte Bregdeti. E merr në 2017 i boj një kontratë dore, siç e bësha gjithmonë me shkrim dore me letër, 1 vjeçare, ja jap me një maj ose 1 prill siç ishte koha dhe e dorëzon shtator. Edhe kundrejt 2 mjerëve ja jepsha vit për vit të tjerëve, po ashtu edhe këtë vit me këtë. Zotëria e merr në dorëzim këtë truall 150 metra truall në certifikat. E merr këtë dhe unë nisem në Itali pra familjes time në punët e mia. Zotëria, sa po merr vesh që unë largohem, çon një kontratë të shtypur me makinë shkrimi, pa noteri, pa firmën time origjinale të shkruajtur, me laps, me stilolaps, me boj, me të gjitha, dhe na çon në bashki ku merr edhe licencën për bar kafe. Zotëria sa po merr vesh që u largohem, çon topografin ke toka, dhe fillo bon matje me topograf në trullin tim. Më vin sinjalizimet në Itali, shiko se po të masin tokën. Kështu që thash, nuk ka problem fare, unë e kam me certifikat pronësie, nuk ka çfarë të bëj fare. Mirë tani mu po shikoj me kujdes. Zotëria punon një 2 muaj aty, qershor, hap licencën duket me datën 19 qershor të 2017-s. Dhe si gjithë të tjerët deri me 31 deri me 30 shtatore mbante. Zotëria me 14 shtator të 2017-s e pezullon këtë licencë, dhe shpall falimentin në drejtorinë tatimore, ku në shkurt të 2018-s, që është afati fundit i dorëzimit deklaratës fitimit thjeshtuar të munguar, siç dorëzojnë çdo licencë për vitin 2017, është afati fundit shkurti i vitit pasardhës, i 2018-s, dhe çon një deklarat me fitimin 0 dhe 400.000 lek xhiro. Tashti dhe këto 400.000 lek xhiro nuk figurojnë me kuponat tatimor me kështu, por ai e çon kaq atje në drejtorinë tatimore të Durrësit. Dhe në qoftë se unë them diçka të gabuar, unë përgjigjem penalisht për këto shifra, sepse shifrat janë atje dhe nuk fshihen, është e zeza në të bardhë që shkruajtur dhe nuk fshihet në drejtorinë tatimore. Është 0 fitim për 2017 dhe 400.000 lek xhiro
për këto 2 muaj. Dhe në 2018 shkoj unë me marrë me edhe me qëra tjerve. Jo, thot, kam një kontratë unë 2 vjeçare me ty. Çfarë kontratë e keti? Se unë s'kam bo kontratë me ty dhe qitë këtë kontratën fotokopje. I them, kjo është një fotokopje që ti ke falsifikuar gjitha gjërat dhe nuk ka vlerë fotokopje, sepse është ligji që gjykatat janë urdhëruar dhe sekretarët e gjykatave janë urdhëruar që asnjë dokument fotokopje i pa notarizuar mos të qarkullojnë nëpër zyra. Ky është ligj për gjithë botën, jo vetëm për Shqipërinë. Këtu filloi konflikti. Këtu filloi konflikti. Dhe zotëria shkon në gjykat, ku me gjyqtarin Merkalian Koça i shkallës parë Durrës është komshi me shekuj, me miqësi familjare me të gjitha, po është komshi, janë shok minie dhe komshi bashkë. Dhe na hap një gjyq. Unë në Itali, ku më vjen letër mu të kanë hap gjyq. Çfarë gjyqi thashu? Kanë hap gjyq, ai tha se ti ke prish kontratën atit. Ne, çka kontratë kam prish tashu? S'kam kontratë me atë tashu. Jo, shkoj në gjyq, vi nga Italia, shpenzime sa dush lej punën atje lej gjitha, vi, edhe i them këtij të gjyqtarit, unë s'kam kontratë me këtë, ti ke bota një deklaratë në polici, tha, dikur, tha nga viti 2018 që do t'ja lej, ore, lene që kam bon polici unë, policinë në presion, nuk kam bo shërë me këtë, sepse tezja këtij tash ka qenë punëtore policie, pra drejtorisë policisë Durrës, dhe mu kanë arrestu, thash, me mikrobus policie në trullin tim, dhe tezja këtij ka ardhur me taksim policie, thash unë. Tha, jo, po ti ke marrë, atëherë thash, ju si gjyqtar keni një ligj thash, që s'mund të meni me gjyq fakti, pa gjyq fakti tash, pa një deklaratë ti me gjykat, pa kështu, ju thash të meni për bazë një deklaratë policie në presion që u s'di çka kam shkruajt e çka kam shkruar. Megjithatë thash, unë për këtë deklaratë atje, unë ju kam drejtuar SHKB-s Ministrisë Punëve të Brendshme thash, ku jam akuzuar në atë kohë që më kanë bërë dhunë polici në pronën time dhe kam dokumentin thash, kam dokumentin nga SHKB-ja e Ministrisë Punëve të Brendshme, e cila ju ka drejtuar me shkret drejtorisë policisë Durrës, pse keni bën ndërhyrje, pse keni bën dhunë, pse kështu, pse ashtu, ndërkohë që tezja atit Qeraxhiut e pranon që po unë kam çun motre dhe kam kështu, po unë s'kam dëry anek ne dhe marr përgjigjen e asaj. Kështu që nuk kam punë me gjyqje, unë thash me këtë, sepse unë kam dhënë një trull siç e kam dhënë vit për vit 2 muaj. Jo, dhe gjatë procesit gjyqësor bën një deklaratë të fitimit thjeshtuar të munguar, të ndryshuar pranë drejtorisë taksativeve, që është ligjore që mund ta ndryshosh brenda 36 muajve nga deklarimi i parë, por me plus minuse nëse ke harruar diçka. Për shembull e kam dorëzu 400.000 me 0 fitim, shif se unë pas kam fitu gja 5.000 lek, 6.000 lek i pas kam pas fitu, që e kanë lanë këtë tolerancë drejtoria tatimorëve e ka lanë. Megjithatë, edhe nëse këto nuk i përmban kësaj tolerancës, sepse toleranca nuk ka shifër të caktuar se sa ti mund ta ndryshosh, këto gjatë procesit gjyqësor bën një deklaratë me një eksperte, kjo eksperte nga Tirana, eksperte pranë gjykatës administrative Tiranë, shoqe dhe kolege me gruan e gjyqtarit Merkalian Koça, që është gjyqtare po në gjykatën administrative Tiranë, ku kjo eksperte bën një veprim si vrasëse me pagesë e paguar, si eksperte e familjes këtyre, bën një ndryshim të deklaratës ku deklaron 16 milion xhiro për 2 muaj dhe 5 milion fitim për këto 2 muaj. Nese, vazhdon, e bon këtë, e çon, dhe në këtë deklaratën, formularin e deklarimit të tatimit të thjeshtuar mbi fitimin, kjo na vën shpenzime të njohura
në vend. 10 milion lek, qemento, gur, dërrasa, nuk e di në këtë truall, pa asnjë lloj leje nga organet kompetente, pa asnjë lloj nga ana ime si pronar, që edhe me dhanë nuk shkoj unë në burg, sepse është pa leje, dhe kjo zonjë, kjo vrasëse me pagesë eksperte, në vend 10 milion lek, që janë me ligjin 96-32 si shpenzime të panjohura, në i vend të kolona e shpenzimeve të njohura, kundra ligjit falsifikim total, një dokument që unë disponoj me vull blu nga gjykata, që e ka dërzuar, e kam këtu me vullën blu që e mbaj me qese, që mos ma zhdukin, dhe ma qojnë në 16 milion lek gjiro, dhe thot, në vitin 2018, si kur të punonte zotëria, nuk do të bënte mo këto 10 milion shpenzime, qemento, laç, tulla, dërrasa që ka ullë bregun e detit në truallin tim. Ndërkohë që këto nuk figurojnë fare. Nuk figurojnë më motor, kush hull aty të vjen plot fuqishmi lagje, shkon burg plot fuqishmi që të ka leju. Unë ka pas 20 vjet trull, trulli o shit 2022-shin, o shit prap 150 metra trull, e shita për i qa buk me u shmang këtyre, se jam në Itali, s'kisha ko me ardhë me këto punë. E kam shit për i qa buk, vetëm ta eq. Trull, kam aktin e shitjes, 150 metra trull, nuk e lun topi. Do me thënë, këto janë shpifje të këtyre që i kanë shkruar. Ore, i nuk i bo për shtypje fare, nuk i bo për shtypje fare, nuk dun me ditë fare. Dhe unë i drejtojnë prokurorisë me një kallëzim penal, ku them, zonja eksperte, Manjola Bundo, ka bërë një ekspertim të falsifikuar mbi dokumentacion, dorëzuar në drejtorinë e taks tatimeve Durrës, me shpenzime të panjohura, i ka futur 10 milion të njohura. Dhe them, unë nuk kërkoj asgjë përveç se një vlerësim ke drejtoria taks tatimeve. Në qoftë se kjo i ka bërë këto, ajo mu thot edhe lapsus, por më ka bo damu, më kërkojnë 15 milion lek mu shpenzimet që ka ulla jo. Dhe ky zotëria, Markelian Koça, që sot është në KLG, në Këshillin e Lartë Gjyqësor, në që është kontrolli i lartë gjyqësor, dhe ky zotëria tashti, këto prokurorët dhe gjyqtarët e Durrësit, nga që ky kontrollon gjithçka, na kanë frikë me hap çështje. Pranvera Gruda quhet prokurorja pranë prokurorisë gjykatës shkallës parë Durrës, i them, oj zonja prokurore, kjo dosi që mbante aty është falso dhe kallëzimi penal që kam bëu është i bazuar në përgjegjësi penale timen që për çdo gjë që unë shpif, më denonco ti mu dhe shkoj unë në burg. Zoti gjyqtar, thash, kryetari gjykatës Durrës, çuni i ri, i them, zoti gjyqtar, përse nuk boni një rivlerësim pranë drejtorisë taks tatimeve me ligjin 96-32, a lejohet llash, tulla, tegla, dërrasa, qemento, gur, me u fut bregdet pa leje, ke shpenzimet të e njohura, nuk kishin fare, thoshin, më fund më tha kryetari gjykatës, vlla, unë nuk e hap këtë gjyq, nuk e hap, po pse se hap, nuk e hap. Okej, thash, unë do t'i drejtohem, thash, spakut, IKLD-s, e gjithave, do t'i drejtohem të gjithë medjave, pavarësisht se unë s'kam dalë, nuk jam laku ndonjëherë, nuk jam marrë ndonjëherë me këto punë, nuk kam shku ndonjëherë në gjykatë, nuk kam një uri juridike siç paska zotëria me shokun e vet gjyqtar. Ndoshta thoni që qeni që lef nuk tha, po unë nuk po lef, por kërkoj të drejtën time, por i boj thirrje një dhe herë. Zotëri prokuror, zotëri gjyqtar të shkallës parë Durrës, ju lutem, rivlerësoni dhe një herë ankimin dhe procedimin tim penal që i kam bë. Nëse është gënjeshtër, më të rritni mu dhe këto letra mi kaloni kundra meje, ku unë përgjigjem para ligjit. Ama, nëse unë kam drejt dhe ju kërkonit me gjobitni në punën time, në familjen time,
duke shpenzuar mira euro prej 7 vjetësh duke ardhur nga Italia të lan punën të shku, të ardh, nuk disha them se çfarë mund bëj një krye familjar kur më rënojnë me këto shpenzime të padrejta. Unë qysh kësa jave do të filloj ke spaku, ke ashu, ore, më kuptoni që jam në grandë, do të marrë një batanije dhe do të fleke dera spakut, që nuk e kam pasteje për fis, për gjizë, dhe nuk jam tip në durës që ti bëj to karagjosdhiqe, por nuk janë karagjosdhiqe sepse njeriu kur ka siklet, kur ka nevoj, bën gjithë shka kundrejt të drejtës. Pa shkel ligjin, pa shkel nderin, pa shkel gjithë shka dhe frik nuk kam nga e drejta. Unë do të flej këtë dera spakut, ku ju do të vini, do të filmoni këtë dera spakut, dhe sa spaku dhe i KLD-a më dëgjoj komplet të gjithë këtë dokumentacion që unë disponoj tu. Kam paguar 600.000 lek ekspertin e firmës, 600.000 lek me fatur ekspertin e firmës, dhe thot, pranë komunës, bashkisë Durrës, në drejtorinë e taktatimeve, bashkisë Durrës, gjendet një fotokopjo e cila mund të manipulohet me kompjutera dhe mund të shohet firma kudo dhe nën kryetari i bashkisë, ishtë nën kryetari i bashkisë. Ja, do t'ju tregoj dokumentin e këtij të nën kryetarit të bashkisë që ja drejton gjykatës. Pra nesh nuk ka asnjë dokument thot të notarizuar, të protokolluar dhe të firmosur me laps thot pranë bashkisë. Prandaj duhet filloj hetimi. Problemi është këtu motor. Tentuan me vjell pronën, me boj imazhin sikur nga objekt që ta legalizojnë. Pasi e panë që unë kisha me certifikat të rregullt me gjitha, filluan varianti që na ke prish kontratën. Janë mjeshtrat të mashtrimit. Në duhet të thuhet e drejta, në qoftë se pala tjetër pas publikimit të kësaj interviste do të japi një reagim të saj, ne jemi të gatshëm ta presim edhe ta dëgjojmë dhe reagimin e tyre nëse do të kenë një reagim. Intervista juaj do publikohet, e bashkangjitur me dokumentet dhe një thirrje të fundit për organet ligjzbatuese. Po, Okej, ju falenderoj shumë, edhe njerë ju kërkoj falje, ndoshta ju shqetësoj me këto, sepse unë ngrej edhe pak zërin, sepse kam 7 vjet që shpirti im e di, nuk jam lodh as në punë në Itali ndërtim, kaq sa jam lodh këto 7 vjet, me këtë grup të strukturuar kriminal, njësoj si vrasësit me pagesë. Nuk kanë asnjë ndryshim motor nga ato dy humanat, nga ato që kanë marrë. Asnjë, këto janë vesh me robe, janë me potencë, janë si zotri, si gjitha, dhe këto të vrasin me një heshtje si ato filmat amerikanë, si ato killerat që të vrasin duke qesh. Dakord, motor? Dëmi që ju është bërë këto 7 vite, që nga momenti që ju e dhata të truall për 2 muaj me qera, dhe deri më sot, në shifra, sa është dëmi që ju është bërë? Më dami që më shbo mu, pa vetëm dami shqetësues, vetëm dami që më shbon familje mu nuk ka vlerë. Vetëm dami që më thojnë fëmijët, baba do pagojmë gjobat e tuja, ashtu. Nuk a thash baba, thash nuk pagoj gjoba sepse nuk i kam kujt, babi ka punu me ndershmëri dhe nuk i kam kujt as 100 dark bosh bab, ju rrini të qetë, vetëm ky dam për mu vlen shtëthe mun, nuk ka le damet ekonomike, se kam sistemit sim sa herë kam shku, kam marrë 7 vjet na për gjyqje, na për kështu. Të gjithë kjo ngjarje bëhet lagja 11 janë prindët e gjyqtarit, ku ka lidhë rrit gjyqtari, qeraxhiu që më ka marrë me qera dhe avokati që mora unë nga Italia me telefon. Të tre janë komshike lagja 11. Kaj di me thanë unë jam lagja 5, jam i 2 kilometra larg. Kjo është e gjitha. Por shpresa ke drejtësia, ke ju motor që më dëgjove kaq ko duke ngretë zërin, unë të falenderoj 100 herë, falenderoj, dhe as nuk e diskutoj, nuk e vjen dyshim që do dalje drejta, nuk e vjen dyshim fare, nuk e vjen dyshim. Shpresojmë shumë.
Okej. Okej. Ditën e mirë. Faleminderit, motor. Mirupafshim.